gjatë proceseve tuaja gjyqësore, cila është mendimi juaj për opinionin për shqiptarët? A është ajo që ka qenë në fillimet e para, apo kemi ndonjë ndryshim përmirësima? Shumë ndryshim. Shumë ndryshim pozitiv. Pse? Sepse shqiptarët, që është me 1900, e di vetë, e kam përjetua vetë, që është me 1968 e këtej, për vjetë e ma shumë kanë pas sukses, kanë qenë ma të shkolluam, kanë qenë ma të advancuam, kanë qenë ma të përpjekun, kanë qenë ma të shoqëruam, shtu që kohë tjera kanë mësua se kush jem na gjatë viteve me mirësin që kem ba, me jetesën që kem kryua në Amerikë. Shtu që janë shumë pozitiv, 100%. Jo vetëm këtu botënore. Ke tash për shembull ka 4 këngëtarët më të famshëm në botë, njëjtën kohë, të gjitha bija të Shqipërisë. Ke Dua Lipën, ke Rita Oren, ke Bebe Rexhën, ke Eva Max, më në qëri 4 që ekzistojnë. Edhe ke edhe shumë tjerë, por janë të 4 që dim se janë 100% me famë. Në praktikë edhe bajnë mirë, janë ba mirë sa, jo vetëm janë human, janë njerëz human edhe njerëzit e vlerësojnë, edhe kanë personalitetin e bukur, kanë komunikimin e bukur, kanë shoqërinë e mirë, nuk janë, si më thënë, disa këngëtarë që janë krejt çmendun, edhe në drogira që këto me sasho janë të rregullta, megjithëse për shembull i kanë marrë burrat një komi tjetër, ajo është një gjë personale, nuk di pse, por me aspekte tjera të jetës tyne janë kanë shkëlqyeshme. Dhe eksperienca juaj në prizmin e respektit, të njohjes, të mirësisë për komunitetin shqiptar në gjatë kohës proceseve tua gjyqësore, në lokale këtu në Amerikë, do të thosha, si është, si e keni ju, cila është eksperienca juaj? Në përgjithësi, eksperienca është e mirë, shumë e mirë. Nuk e shoh se gjyqtarët për shembull janë racista ose janë prejudice kundra shqiptarëve, nuk e kanë një parashikim të keqe, ose nuk e kanë një pikpamje të keqe pa dalë të gjyqi se për shembull, shqiptarë u ditë se që kjo çështje nuk ka vlerë. Kur se kam ti e këta. Tash 33 vjet kur se kam ti e këta. Nuk shoh gjë negativ. Ndoshta edhe mua jo më thënë se frigohen, por nështë trypnohen me thënë në isen, se din se unë nuk isha me durua, me më thënë diçka keq negativ për kohën tem, nështë ajo është, nuk mundi me ditë se, nuk mundi me ditë që ka kanë me tyne, por paraqiten nuk e kanë pas të keqe, vetëm të mirët, ambelet, drejt. Avokat, ju keni qenë dhe jeni vazhdimisht në këto aksionet që bëjnë donacione në komunitet. Aktualisht jeni edhe kryetari organizimit për ndërtimin e ndërtesës të TV Boys, por më shumë në parim, çfarë rëndësie zet donacioni në jetën e një komuniteti? Donacioni filantropik është ndoshta e dyta gjë më e rëndësishme në jetë. Pse? Sepse ke shumë gjëra që nuk kanë financim, që janë të mira, janë humane, janë advancuese, janë në interes të komit, edhe nuk mujnë për me funksionua, nuk mujnë me ekzistua pa lanë, pa lurua diçka për atë aktivitet, ose si për shembull për televizionin bëjnë, ajo nuk i me ekzistua mos ti të angazhua diaspora me lanë me kryua buxhetin për me ndërtua studion e re, që të shëlbejnë brazat e ri, në gjuhën shqipe, me kulturën, me historinë shqiptare. Edhe për shembull, as kisha, as xhamia, as teqja nuk kishin me funksionua pa lanë njerëzit pare, cilat reprezentojnë djestet e tyne, për të funksionua këto qendra fetare. Që për ne janë jo vetëm fetare, por edhe kombëtare, sepse shumica e njerëzve që shkojnë në ato qendra janë shqiptarë, me origjinë shqiptare, me ide shqiptare, mendojnë shqip, flasin shqip, kanë përardhjen shqiptare dhe pa lanë në mënyrë filantropike në jetë, ajo është një mungesë e madhe. Duhet me lanë me mas, kuptohet, se për shembull nëse unë nuk ekzistoj,
unë nuk mundi mërmëllan. Kështu që duhet me kujdesua vetin, po duhet me kujdesua të edhe këto gjara filantrapike, pa mirëse, që paraqiten në jetë. Edhe nuk mund është me financua të gjitha, ti e din, se ajo është edhe thahet xhepi, si kur thot Shqip, me të pa lekë në xhep, në kjo pëse se i financën të gjitha, por duhet për me dhanë, keme pas grupacione, keme pas disa njerëz që japin për një aktivitet, e tjetë jo, keme pas një tjetër aktivitet që japin të tjerë njerëz, e tjetë jo, e kështu me rretë shkon, rrotullohet, por në fund, jeta filantrapike është shumë e rëndësishme. Në jetë, pos punët që ke, edhe familje që duhet me mbajt, aja është numër 2. Po të qikosh arkivën e televizionit për gati për 30 vjetë, në të donacionet po thua se janë 70-80% të njëjtë njerëz. Shumë vërtet. Cili është mesazhi juaj që sepse janë pakic këta që japin? Po. Cili është mesazhi juaj që vlen edhe $1 i një personi të thjesht për ta bërë donacion? Është shumë e vërtet, po të napë si shembull. Kem pas donacione, kjo është fushat tash, që është i vjetë e gjysë që vazhdojnë. Po banë 2 vjetën tetor, për televizionin bëjnë, kem pas donacione prej $100 deri $20,000 për një personit. Një person ka, dikush ka lanë ka 100, si pas mundësie. Po, absolut. Po ajet $100 që ka vlerë, e dëshira ka vlerë edhe ma shumë, angazhimi edhe ma tepër, se sa ka për shembull parja. Kështu që i ftoj të gjithë komunitetin shqiptar, pak a shumë të t'japin këtyne aktiviteteve që janë më rëndësi, si për shembull televizioni juaj. Kjo është një televizion shqip, është televizion diasporës, shëlben tash 30 vjet. Ka aktivitetet që vini edhe na që zoni që të ekzistojnë këto arkivat e vlerëshme për brezat e ri, që mund të shohë se si kanë veprua, çka kanë, çfarë takimesh kanë pas, cilën gjuhë kanë folë, kush kanë qenë këta njerëz. Dhe është shumë me rëndësi media. Ajo është si një shembull, se ke shembull edhe gjëra tjera që kanë për shembull shoqatat, shoqata Malësia Male, Jahone Malësisë, shoqata Kosova, ke shumë shoqata intelektuale, ke shumë shoqata të cilat kanë qëllimet e veta, por secila lyp financim. Duhet zgjidhë çdo njeri se për çka do të mellan. Po gjithkush do të mellan diçka. Ajo kime kanë shkëlqyeshim. A është kjo ide që mund të bëhet? Mund bëhet, po do të pas vullnetin. Sa është nevoja me lan shumë, po me lan diçka. Me këndve shtermin tuaj, apo vazhdon donacioni me ndërimin e brezave? Apo është në rënje? Ka mundësi që i vazhdon, por si çdo gjë, duhet pas një program. Po të rapë si shembull. Jem kanë me vitin 2014, televizionin këtu. Të kujtohet për fundacionin e Gjergj Kastriotit? Po. A pan met kur erdhme me Klementinën Syla? Po. Këtu? Po. Edhe e kishim një ide sa ajo ishte një fundacion mes të studentëve, por kur nuk kishte vazhdua në mënyrë publike. Kishin provua, por kishte dështua. Kujtohet? Kjo historia e vërtet, nuk e di çka mund mendojnë. Tjerë po jetoj këtu në diasporë, e di se çka ka ndodhur. Vin këtu edhe me atë ide që kjo publikohet në interes të krejt diasporës shqiptare, për të ndihmua studentat për me vazhdua me u shkollua e me marr diplomat e universitetit ose të kaligjit, 4 vjeçare. Dhe ai program, megjithse kishte idenë shumë të mirë, nuk e kishte angazhimin të mjaftueshëm. Po vinte ideja, e luba debati, se si me afrua njerëzit. Si me afrua njerëzit pa marrësisht se nga janë, cilën qytet janë. A janë nga Lezhë, nga Tirana, nga Gjirokastra, nga Korça, nga Pogradeci, nga Hoti, nga Shkodra, nga Prishtina, po me angazhua që të marrin pjesë. Këto ide u ba për të krijuar një darkë të përgjithshëm.
dhe më thanë me i ftuar të gjithë shqiptarët me marrë pjesë për me ble biletat me marrë pjesë në darkë edhe çkat mesin fites me shkuan për burset e studentave. Dhe kjo ki ide shumë e mirë, se shqiptarët ka dëshirë për me folë me njëri tjetrin, ka dëshirë me nejtë, me hangre, me pijë dhe me komunikua me njëri tjetrin, kështu që ajo kjo e sukseshme, po plan programi është shumë më rëndësi, dhe më thënë edhe televizioni duhet pas plan program. Jo vetëm reklama, po duhet pas të më thënë programin e pasur që i tërhjekën çdo anë persona që të angazhohen për me financua ndoshta një pjesë të një oret, një emision ose një pjesë të një oret, një 15 minutë që është interesant, për shembull që e don, gjithmonë do të më këshyrë se çka don publiku, me çka shovet, s'u ta merrem me këtë televizionin TV Bojën siç me 2008-ën. Dhe e shoh, domethënë se i ka do gjana që kishin me mujt mu përmisua për me kanë edhe ma e qelësore programi se sa është. Kështu që çdo gjë, domethënë ashtu, edhe për veti do të më këshyrë, për shembull ku i ke problemet edhe si mundesh me i përmisua vetin për me kanë edhe më i suksesshëm e me kanë edhe e pas jetën më të mirë. Kështu është edhe televizioni, besoj. Faleminderit për mendimet tuaja. Avokat, si e shikoni në analizën tuaj komunitetin shqiptaro-amerikan në ditët e sotme, jo vetëm në Michigan, por në Amerikë, si është koncentruar, si është bashkuar mendja intelektuale dhe ekonomike për ta vënë në dispozicion të kombit shqiptar në forma mënyra të ndryshme. E shoh me potencial të madh, se ke shqiptar të suksesshëm në jetë edhe në biznis, në të dy gjana më të mëdha të jetës njeriut, që mund të angazhohen për me ndihmua Shqipërinë, por me duket se mangon infrastruktura e organizimit. Dhe për pas infrastrukturë dhe organizim, është tirë me kanalizua energjin, iden, resurset, parat për me ndihmua shtetin shqiptar. Por në tjetrën anë, aja është një rrugë që shkon e vjen. As Shqipëria nuk ka ba shumë për me tërhjek. Aja është problemi. Problemi është që shteti shqiptar ka problemet e veta, edhe shumë hera dhe ata mendoj që nuk na duhet gjatë diaspora, vetëm në rast nevojës të madhe, së të rrezikut madh, por aja shumë e keqe. Mund është me mësuar nga grekt, se grekt e kanë pasat mendime ashtu. Edhe i kanë të huaj, i kanë largua diasporën greke. E aja është shumë e dëmshme, kur i largon, me gjithë se, për shembull, është shumë rëndësi për Shqipëni, pse? Se Shqipënia ma shumë ka shqiptari jashtë atë leut, se sa ka në Shqipëri. Edhe për dite ma shumë janë të me ikë, të me dalë, për një jetë ma të mirë, me marrë rrugat e botës, shkojnë Gjermania, në Italia, Amerika, ku ka po di vetë, por aja është statistik e vërtet.